Çfarë duhet të bëjmë ne si shoqëri, sepse a mjafton vetëm psikologët të sensibilizojnë për fushën e tyre, por si shoqëri që të ndryshojnë këto perceptime, që ende në shoqërinë tonë ka perceptime, ka mungesë vullneti për të shkuar te psikologu, ka mungesë në përgjithësi perceptime të ndryshme, paragjykime, stereotipe të ndryshme që nëse është dikun në derë të psikologut, atëherë s'është në rregull që realisht është krejt në saza të normales. Çfarë duhet të bënë shoqëria, institucionet e vendit që të trajtohen edhe të ketë një trajtim adekuat dhe të shëndosh? Unë mendoj që duhet të funksionalizohen tryezat multidisciplinare dhe të iniciojnë aktivitete sensibilizuese e ndërgjegjësuese për ta vënë në theks rolin e psikologut në shoqëri, jo atë duke dominuar si rol, pra e kam fjalën vetëm psikologu dhe asnjë akter tjetër. Jo. Psikologu bashkëpunon me akter tjerë institucional në ato hallka zinxhiror ku në qoftë se një klient ka probleme të shpeshta apo persistente të simptomeve të tija, sfidohet me një frekuencë të lartë të problemeve dhe shqetësimeve të cilat atakohet, supozojmë, me probleme të një çrregullimi depresiv psikotik, ta zëm shembull, sigurisht që psikologu bashkëpunon me psikiatrin për të kombinuar terapit medikale dhe ato psikoterapeutike. Bashkëpunon edhe me punojësin social, sepse punojësi social për një vlerësim të përgjithshëm të rrethanshmërive ekzistenciale të familjes, nevojave sociale të tyre dhe shpeshherë edhe krizave familjare komunitare. Dhe imagjinoni, jo vetëm psikologu, por edhe punojësi social, se sa i rëndësishëm është në shoqërinë tonë. Nuk është anormale nëse shet dikë se po futet në zyrën apo ordinancën një psikologu dhe po përfiton shërbime. Ky perceptim është jo vetëm stigmatik, por është i keq interpretuar, sepse kur përmendet psikika apo kam probleme me ankthin, dëgjoj njerëz të tjerë më herë, se tani nuk shoh shpesh probleme apo spekulime të tilla, shikoj se ti si e mirë diçka. Kjo është absurde. Po mirë, në qoftë se shet dikë që ka shkuar fshehur azi, po e sheti, ka shkuar fshehur azi dhe po viziton një person që mirët me këto besytni dhe magjira iluzionare, a është personi që i ofron këto shërbime anormale apo ka probleme tjera? A e kuptoni? Ne si shoqëri po ndryshojmë, unë jam optimist në këtë drejtim dhe jo vetëm optimist, por progreset po shihen qartë. Ne ju e thatë shumë bukur. Jemi pjesë e një tranzicioni sociopolitik, megjithatë për një kohë të shkurtër shiko se sa të arritura institucionale shoqërore kemi.